kemi pas disa raste të verifikimeve të ndryshme që kemi bë, si në Zubin Potok, në Leposaveç, Soçanic edhe qytete tjera, mirë po nuk kemi ndonjë rast për me theksu. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me KQZ-n edhe me prokurorinë e shtetit. Ma herët në zgjedhjet e mahershme kemi pas informacione që njerëz të ndryshëm po vinë nëpërmjet rrugës ilegale që është ai ura e Brnjakut, kalojnë tek ne dhe mandej vazhdojnë në veri të vendit. Ne këto kemi ndaluar edhe atëherë, mirë po kemi ndaluar edhe tash, paraprakisht. Kjo ka qenë arsyeja për cilën ne kemi ndalu. Mandej kemi pas koordinim me policinë kufitare sepse aty janë edhe barkat, mandej edhe këfuj. Nuk kemi pas rast për me ndalu dikon, janë kthy ata njerëz nga ajo rrugë aty. Kemi pas në orët e mëngjesit një votim të organizuar kështu me qujt prej sheshit Car Lazar e mandej në qendrat e votimeve. Kjo ka ndodhur edhe në komuna tjera të Verit Venit. Kjo ka qenë me qujt një praktik edhe herave të kaluara që është bën këtu në veri. Për këto kemi njoftuar KQZ-n edhe prokurorinë e shtetit, por nuk kemi pas rast që kemi hap.